20 euro në kilogrami mjaltit. Kjo është dozë e qumshtit që thëmë na një dozë, një shishe qumsht, kjo kushton 50 euro. Po për ne bletarët është shumë lirë, për ata që e marrin ju duket shumë shtrenjtë. Qumshti i bletës e marrin njerëz që kanë mungesë të fëmijëve, edhe njerëz që kanë smundje të rënda, siç është që janë me kancere, me qësishnë që kanë, ta që dalin për tregje, që shisin mjallë në tregje rrugëve, mos merrni mjallët, mos i besoni. Kemi marrë medaljen e artë për cilësi dhe kvalitet mjallëtës. Ma në fund ardhëm të mjallëta, mjallëta shëndetshme. Po, kjo tani është mjallët Bagrimit dhe mjallët Livadhit. Mjallët gjitha lula që kemi pas, aja u shit krejt, s'kemi dikon edhe një 20-30 kg për këtë vetë, u shit mjallëta. Kjo është si që po shë ti. Mirë po mjallëta gjitha lula që është mjallët malit dhe gjitha lula e bëhet kristal. Shumë njerëz thojnë kristalizimi i mjallëtit, çfarë do me thonje ka. Mjallëta që është e bjeshkës edhe malit kristalizohet. Nuk ka kërfar dyshimi që bëhet mjallëti kristal, ma son facës e diçka. Po dallimi i kristalizimit mjallëtit, që është nëse bëhet kukra si arizi, edhe nuk kompletuat më bëhet krejt njëjt, aty ka diçka hile në atë mjallët. Po nëse bëhet njëjt krejt komplet, nuk ka hile se mjallëta fillon, kur fillon kristalizimi si kukra tana bllokohet bëhet komplet. Komplet bëhet. Ju e përmendë që edhe shesni, sa e keni këta? Sa e shesni? 20 euro në kilogrami mjallëtit. Kjo është dozë e qumshtit që thëmë na një dozë, një shishe qumsht, kjo kushton 50 euro. Po për ne bletarët është shumë lirë, për ata që e marrin ju duket shumë shtrenjtë. Se kjo ka një procedurë që ka gjatë rënë për me nxerr, që thënë qumshti i bletës. Se kem shumë që i porositin, po sa kem kërkesa nuk mundam i furnizu me qumsht bletës. Çfarë smundje ka shëru? Me qenë se shit ne siç keni marrë edhe mesazhe falënderime të ndryshme që kanë shëru sëmundje. Qumshti i bletës e marrin njerëz që kanë mungesë të fëmijëve, që e përdorin, edhe njerëz që kanë smundje të rënda, siç është që janë me kancere, me qësishnë që kanë, ata e marrin se ky qumshti i bletës jep imunitet edhe çdo smundje, si e rënë, si e lehtë kur ka njeriu imunitet, e kalon. Ku do thotë kur themi pse qumshti i bletës i ka të veta, një mbretëresh jeton deri 6 vjet. Një blet jeton dikon 41 vjet kohën e verës, kur janë kullusat kur sillin pe natyrës që sillin prodhimin e mjallëtës edhe të polenit. A pe një vezës bëhet edhe mbretëresha edhe bleta. Edhe shqyrja me qumsht të bletës që ushqet mbretëresha, i zgjatet jeta dikon për 6 vjet që jeton. A pëllu që e kam push me një farforme edhe sëmundjen e kancerit? Po, për ata kem kërkesa shumë se njeriu që e përdor qumshtin e bletës është mirë nëse gjon shkollën në fillim, qumshti i bletës i ndihmon shumë. Po ju vetë, sa ja keni vojrin kësaj pune? Po na tani unë kam qenë edhe në Evropë. Në 2008 jam kthy prej Italisë, edhe këta prindë si që thash edhe porës, këta e në morë me blitë, po atëherë nuk ka qenë biznes familjar, atëherë ka qenë që e në morë për nevojat familjes, për jenarë mesht, i kënë jo pa pare mjallëtën, kur jam kthy unë atëherë, jam stabilizu këtu dhe jam aktivizu bashkë me vllanë, e kemi rritë numrin, edhe kena punu me blitë, edhe kena bo biznes familjar. Ne kemi parë në kësaj punës se edhe kemi po sukses, veç që edhe kemi punu shumë, edhe dënë angazhem puna bletarijës. Nuk do t'i lajmë punë bletës që i dohen sot me punu, e të themi hajtë se e rregullojmë nesër apo pas nesëri, nëse i ndohesh punës bletëve, kime qenë i dështuar. E kështu që ne jemi aktiv çdo herë. Mendojni me lun asnjëherë. Mirë, po a keni trashëgimtar pas ti? Po, na kemi edhe fëmijë tash që janë marak gjithë, kemi edhe te një kemi atë vogël një Falerico, ai ka 6 vjet dhe bab mos shkoni te bletë pa mbozon edhe mua. Edhe jo na nuk e menojna punën e parë që thonë veç me marr lekun, me marr parën, po na menojna që ta mbrojmë bletën, se pa bletë nuk ka jetë. Ku thuhet edhe literatura thotë pa bletë nuk ka jetë. Ku dështojnë bletët rrezikohet edhe jeta e njeriut. Se frekuentimi i lulave në natyrë, si te pemë, edhe te bashët e te krejt, atëherë bleta është që i aktivizon edhe prodhimet. Kemi këtu edhe në fshat dikon e kemi, po duhet me posë edhe bashkëpunim, se njerëz kanë mill
edhe kumlla. I kem njëri ka dikon rreth 5 hektar, tjetri ka i njëjti njeri ka edhe një 5 hektar qërshi, edhe ne kem bashkëpunim me ta kur bon spërkatja aty ne ai i spërkat në mbrëmje, që deri nesër mas me pas helën për më na damtu bletët. Do të me pas bashkëpunim njëri me tjetrin për me pas sukses letaria. Si që tha edhe vetë, pa blet nuk ka jetë. Po. Unë i falenderoj shumë që gjete ku me ndo me neve na tregu rreth letarisë. S'ka problem, s'ka përse, ju falenderoj juve që na keni vizitu. Kërkesa ime është që t'i drejtohem edhe Ministrisë të Bujqësisë që ta merr seriozisht punën e ligjit për bletari, që të na mbrojnë edhe neve fermerët, se ku mbrojmë ne fermerët, bletarët, megjithse ku mbrojnë bletarët atëherë mbrojnë edhe pemtarët, lavërtarët, të gjithë bujqësia. Pa blet nuk ka bujqësi, nuk ka aktivizim të bujqësisë. Kështu që t'i mbrojmë bletët edhe ta mbrojmë edhe prodhimin te pemtaria. Më ranë syk për këto kushiret e vogla. Prej dallën prej atyne që i pa matje ma të mdhaja dhe që kanë 2 katësha. Për çka shërbejnë këto? Po, na këto i kemi nukleusat i quajmë, janë për mbretëresha. Na tashte pe 400 kosherëve përzgjedhemi një blet ose 2, se cila ka dimru mas mirë dhe cila ka pas imunitet ndaj smundjeve dimrore, edhe i mormi vezët për asoj koshere, i transportojmë te bleta tjetër ku i rrit ato mbretëreshat, edhe në tjetër blet lindjen, i bartmi na, i vendusmi këto, bëhet barsimi i mbretëresha këty. Pastaj kur barsohen të mbretëreshat, i kalojna ndrimin e mbretëreshat mëqme me zavendësimin e mbretëreshat të reja. E bëni më thonë atë zavendësimin e të? Po, i bënë zavendësimin këtu, i shërbin veç për mbretëreshat e reja që i nxjerr me verës tash. Që i zavendësojnë të mëqme të hikmi, se na mbretëresha këtë i banë 5 vjet, na shumë i 4-5 vjet, ose ka mbretëresh që i ka 2-3 vjet, nuk je prodhim, edhe shkon në atë llojin e shtimit. Neve nuk na duhet shtimi i bletëve me shtu numër, po neve na vjen me pas me sjell sa më shumë që ka gjenerat ato, aq më shumë sjell për natyrës, sjell mjalt. E neve na vjen për prodhim të mjaltës, nektari me sjell për natyrës. Se ku me provu mjaltën, këtë mjaltën e shëndetshme. po. Apo na bëna për çet mjalt. Qëra, mashallah, me thonë dhe mashallah e të mjalta. Po, mashallah të me thonë, kjo mjalt është e bagremit edhe e livallër. Kjo e ka ngjyrën ma qeltë se aja mjalt që është gjitha lula, që është mjalt e molit, se kur themi na mjaltën, se shumë kush i na pyetët qysh e ndani mjaltin. Ne kur i transportojmë bletit qojmë 100 koshere në kullusën e bagremit. Kur shkojmë aty, i hek me pe 100 kosherëve ka 2 korniza i hek me mjaltën që e kanë të but bagremit, edhe qatë pjesë e ndojmë dikon 4-500 kg mjalt bagremit që kemë kërkesa për konsumatorëve. Pastaj një pjesë tjetër jetë aty e bagremit që është në koshere, fillojnë mjalt levallit, kur shumë që e ka mbyll pak ngjyrën, që është ngjyrë qeltë, ngjyrë si të verdh, e hekmi atëherë e lëm edhe mjalt levallit. Edhe një pjesë jetë e bagremit dhe levallit në koshere, kur ta morën edhe të malit, mbyllët ngjyra e mjaltit mrena, ato quajmë na mjalt të gjitha luleve. Edhe e hekmi tana. Gradualisht 3 herë do të me hek mjalt, po jo me hek mjalt gjithën për një herë, por do të me hek pjesë, se një koshere i ka 10 korniza. Edhe deri në fund mund të më mush 10 korniza. Nëse është na merr koha mirë, po nëse merr koha më adept, siç ka qenë viti kaluar, nuk kena mujt me klasifikuar mjaltin me hek, se normal i hekmi 3 llojet mjaltit, se ne kemi kërkesat për konsumatorët, dikush e don mjalt bagremi, dikush e don mjalt livallit. Po, dikush e don mjalt gjitha lula. Mjalta veç me hungër, njerëzit e përdorin edhe për flok, po, edhe për kozmetika, për kozmetika këtu e përdorin më shumë edhe dyllën e kërkojnë që prodhojnë edhe po monta ndryshme sene, po mjaltën përveç me hangër është mirë edhe me pi me çaj, po temperatura ku qitet mjalta për më konsumu, është mirë mas me qenë për mi 40 gradë, se nëse qetë mbi 40 gradë, atëherë i damtën kristallet e mjaltës, i damtën ato dhe nuk e ka efektin sa duhet. Lani antibiotikat hani mjalta, po? Po. E ta shumë e pëhoj ju kësërëm në shikus.
Tani këshire dhe tja mund për të dhenë prej mjolta tjera që i konsumu mjolt tjetër punë. Shumë e shishme, edhe për me për daloj ka për mjoltja tjera. Po normal se mbarët edhe prej vendit, se edhe vendi ju këtu është vend turistik, se nuk kemi shumë avtomjete ku i kemi blitet në dhe ku i transportoj blitet që në gjithmonë vjeshkës që mas i lom, mas të ka dhe mjolta mbeti, se nëse ka dhe vetura ofër që levizin avtomjetet edhe dëmtimi i mjoltës, nuk del mjolta kvalitet. Në shi e vrejta që ma ndryshe për dalem prej që më ka ra me i provu që në dësi ma zeza, ma tarta. Po, aja ma zeza është që i thujmë na mjolt e molit. Mjolt që jep jeshka, po është një farë menje në i thujmë, është që e merë prej bungit e prej qarit, është ma aron, është ma djekst, po kjo është mjolt ma litë, se është mjolt e livodhë dhe pagrimi. Edhe në pyetje për fund, kuna e referu është që nuk e ka mjoltën tamam. Me thonë e ka falsifikume, ta quajnë. Ata që dalin për tregje, që shisin mjolt në tregje rrugve, Unë që ato e kom provu, se kom menu që... Mos merrni mjolt, mos i besoni. Ne jemi ata që për shëndet shkujna edhe jashtë venit. E kështu që e merr njëri makinë, nuk tham me orë vishte one, se nuk jam i qënë bletor, po ka shumë bletor në Kosovë dhe ka shumë njerëz sinqert në Kosovë dhe janë bletorë të mirë, e merr makinën, e merr familjen, shkon te bletori, e ki adresën edhe furnizosh me mjolt. Se ai bletor që është i sinqert, që e morën familjen me ato mjete që i merr për te, po për dikuna tjetër, ai nuk menon me damto vetë. Se me këshyr me çmim është njëjtë, 20 euro kanë edhe ata që rinë për pazarën e për treg. 20 është edhe të jo, mirë po dallimi është shumë i madh, me sa po flas unë që kom provu vetë. Po ata pesillën mjoltën që s'ka të bone me blitën, ata prodhojnë jashtë që pe binë për Maqedonie, për Serbisë, aja është e damshme. Shteti do të me morë mosa ju për më në mbrojt njeve bletarët e fermerët, se na, so kep kërkesa, nuk muna me pas mjalt kur, po do të me mbrojt popullatën. Do të me mbrojt për punë që ju me morë në shkosh në pramballon të asene plot pashkujnë plesh, e ploka edhe del aty në treg, unë e vetë e kum po që e mashtreja mushmenën pej 20 era, mere 15 era, 13 era, ta blinë ka 5-6 era, e shisi 20 era mjaltën. E kanë çmimin që sheshismi na, që kemi mjalt natural, 2000, e kemi qenë 2022-ën Tetova 2022, kemi marrë medaljen e orët për cilësi dhe kvalitet mjaltës. Mund është me po edhe aty. Po, me certifikat. Po, me certifikat që i kemi bërë edhe analiza. E kështu që ju tham gjithve ata që e konsumojnë mjaltën, shkoni te bletarët, furnizoheni me mjalt, mos merrni mjalt rrugëve se mjalta pa çdo sen që e merr pa adresë nuk mund të shkojë suksesshëm. Faleminderit shumë. S'ka përse, faleminderit edhe juve.